Zoti Markoçi, Sali Berisha është bërë zëvendës presidenti i CDI-së, një union i të djathtë dhe partive të djathta. Si e shikoni këtë lëvizje? A duket që Berisha po rehabilitohet dhe ndoshta po bëhet gati që të marrë pushtetin? Pare bëj një korrigjim. Nuk është unioni i partive të djathta, që vjen nga emri. Është i qendrës. Ka dhe disa parti që anojnë edhe pak djathtas, por është i qendrës edhe quhet i qendrës djathtë. Realisht qendrës djathtë nuk ka. Po këta e kanë kriju këtë union, në Kivi është kriju, fillimisht në vitet 60. Dhe IDU-ja është, që është partia e grupimit më të fuqishëm të djathtës dhe të djathtës konservatore, e krijuar nga Thatcheri, nga Anglia, domethënë, Amerika. Po ta veni re në këtë union nuk janë amerikanë, as anglezë nuk janë aty. Janë tam vetëm këto partitë të cilat u krijuan në atë kohë, u krijuan thash rreth viteve 60 gjoja për dalë kundër socializmit. Janë këto partitë e qendrës janë social-demokratë, domethënë të më tepër themi, janë këto partitë social-demokrate. Por është një mesazh do ta quaj Berisha, unë patjetër do ta shofi si një triumf apo një rehabilitim të tij, por që nuk ka asnjë lloj ndikimi në Shqipëri. Nuk ka asnjë lloj ndikimi në Shqipëri se shqiptarët, ajo që është kryesore e herë të japi një ndikim tek shqiptarët. Pra të japi një besim tek shqiptarët. Nuk është, unë e kam cilësuar dhe kam thënë, biles edhe botova diçka për sa i përket kësaj. Nuk e shoh si një gjë u bobu, se nuk është një zëvendës, edhe aty nuk është se është një zëvendës president. Aty janë 7 majt, nuk ose o një, edhe the, ky është mas presidentit është ky. Por Berisha patjetër do ta përdori në fushatën e tij, është e drejta e tij, ta përdori si a do ketë mundësi reagimi, a do ketë mundësi që kjo lloj zgjedhje që ju bë Berishës të transmetohet edhe tek populli, të transmetohet tek elektorati, që t'i kthej besimin elektoratit, atë besimin e munguar, se ne pam një protestë e cila bëri herën e fundit që bëri PD-ja ishte me 200 vet. Dhe ai sa u detyruan pastaj ta quajnë, mos ta quajnë proteste, po thonë jo se kjo është folklore. Tashmë do ketë ky, do japi reakcion ky post që mori Berisha në atë union. Këtë do ta tregojnë ditët e vijim. Po unë them se nuk do ketë absolutisht asnjë lloj reagimi. Unë mund ta përdori thjesht për vete, themi. E kupto? Një në CV-n e tij për të shtuar në CV-n e tij, por nuk besoj se do ketë reakcion tek njerëzit, pra të ketë ndikim tek votuesit, tek elektorati, tek populli, mund të ketë një ndikim aty për ta përdorur këto propagandistët e Berishës, që dalin nëpër media dhe do fillojnë të thonë ky u zgjodh këtu, e se u bën nami, se u zgjodh atje, e kupton se kjo është si puna atyre, se nga këto dolën edhe ato rezolutat e famshme para zgjedhjeve, e kupton? Ato 3 rezoluta që bërtisnin në lëristin, që thoshin se kanë dalë 3 rezoluta kundër këtij, edhe rezultati u pasi kush ishte. Pra, nëse nuk vepron vet, nuk ecet, unë kam thënë Rama, nuk hiqen as me lule, as me lutje, as me konferenca shtypi, as me këto lloj se u zgjodha këtu apo isha këtu tako, nuk është, ta e mësume, vazhdoj me atë idenë, kam një mik në komitet unë edhe do rregullohet puna.
pra më zgjodha unë këtu tash dhe do rregullohet Shqipëria. Nuk është kjo, nuk e shoh. Nuk e shoh kështu. Unë jam i bindur që edhe këtë që them shumë njerëz do ta keq interpretojnë, patjetër. Dhe sidomos këta që janë afër Berishës do ta keq interpretojnë të, por realiteti është ky. Thash, nuk është unioni i DOU-s, i DOU-ja është organizata e cila ka partitë e djatha dhe ata konservatore, janë rreth 26 vende të cilat udhëhiqen nga kjo organizat, nga partitë, domethënë që bëjnë pjesë në këtë organizat, megjithëse organizata që Berisha tashmë është bërë zëvendës president, ka thjesht, megjithëse quhet organizata më e madhe në botë e njërën tjetrën, se është zgjeruar në Afrikë të Jugut e gjitha ne. Ka thjesht vetëm 18 parti që drejtojnë vendet e tyre. Para dhe raportet janë një çik më ndryshe. Por gjithsesi thash, është një gjë e mirë për Berishën, por sa do jeti Zoti që këtë gjë ta transmetoj ke popullit, të ta kthej në një besim që populli mund t'i japi Berishës për sa i përket politikës shqiptare. Duhet të kuptojmë një gjë, asnjëherë unë nuk jam tek ajo pjesa se kam këtë post dhe ti duhet më besosh mua, si puna këtyre zeqineve. Tash është deputete dhe unë duhet besoj deputete, duhet ta quaj deputete zeqinene, kupton? Apo atë tjetrën që merr 20.000 vota, i Cop Kalamani merr 20.000 vota dhe ta quaj deputete. Unë prandaj them që atë që ke duhet ta meritosh dhe me atë që ke duhet ta transmetosh. Nëse ti e transmeton tek tjerë dhe të tjerë ta kthej në besim tëndin, atëherë ke arritur rezultat. Ndryshe pastaj është e kot, është thjesht një CV dhe asgjë më tepër. Çfarë raporti kanë amerikanët me Ramën gjatë kësaj kohe? Duket se ka një ftoje, s'ka pasur as urim, s'ka pasur as takim të zotit Ramat në nivele të larta me amerikanët. Para në marrim mandatit të dytë, pavarësisht gjitha gjërave, apo na pëlqen apo s'na pëlqen, nuk ka rëndësi fare. Po në marrim mandatit të dytë, ambasadori i Amerikës i ka kërkuar Ramën tërheqjen nga politika dhe një tërheqje të butë. Çka do thotë që ky nuk duhet të fitonte mandatin e tretë. Nëse do veni re që edhe në mandatin e dytë, pas disa takimeve, pas një zarfi që Ramës i ka shkuar në zyrë, ai në një takim që ka qenë në Universitetin Bujqësor e quajti sekretar i partisë. Dhe nga ai moment nuk pati më takime të Ramës me ambasadoren. Mandati 4 ishte akoma më i keq. Nëse do e veni re, nuk është se e ftoja është sot, por qysh kur bë inaugurimi i katedrales në Paris, Rama nuk pati asnjë lloj takimi me presidentin e Amerikës i cili ndodhi aty, pra nuk pati asnjë përshëndetje, kur them nuk pati asnjë takim, pak një përshëndetje, qoftë edhe nga larg. Dhe vetëm takim ka qenë i Vjosa Osmanit. Në gjitha takimet që kanë qenë Vjosa Osmani dhe Rama nuk është prit në asnjë lloj takimi. Në takimin e 2021-shit, kur ka bërë NATO në Amerikë, që bëri takimin u zhvillu në Amerikë, NATO ka dalë me një deklaratë, edhe këtu nuk u trumpetua, nuk u tha. NATO doli me një deklaratë që në Shqipëri vazhdon të funksionojë agjentura serbe. Dhe po ta veni re, në atë takim Rama nuk e ka takuar absolutisht asnjë nga pjesëmarrësit, qoftë edhe Macroni. Dhe i vetmi takim ka qenë me kryetari i NATO-s, me ministrin e jashtëm Tonin, dhe asnjë takim tjetër me Ramën. Me Ramën nuk ka pas takim fare. Në gjitha takimet që ka qenë, kur vetë Trumpi ka qenë prezent, Rama nuk ka pasur asnjë shkëmbim shikimi, jo më takime. Dhe e gjithë
shpal asaj që i bën agendën Trumpit, që quhet Suzy, që është sekretarja e kabinetit i tij, është krau djathi i Trumpit, dhe sidomos tashmë mas rastit Kirkut është njeriu i vetëm më i besueshëm që ka Trumpi. Ka ndaluar sepse ajo bën edhe agendën. E ka ndaluar totalisht takimin me Ramën për shumë arsye. Një arsye është sepse ajo është edhe një nga antikomunistët më të zjarrtë, domethënë, të Amerikës. Dhe kur them që është krau djathi i Trumpit, patjetër, sepse mos harroni se falë saj u shpall edhe java kundër komunizmit në Amerikë. Megjithëse në Shqipëri nuk u fol fare, opozita nuk foli fare, nuk tha absolutisht asnjë gjysmë fjale, por ajo është barriera më e madhe e Ramës për të shkuar në takime, qoftë edhe me, kur i them qoftë edhe me rojen e Kapitolit të Amerikës. Dhe të gjitha veprimet e politikës amerikane janë të gjitha kundër Ramës, sepse ata e dinë shumë mirë që Rama është pjesë e Sorosit. Jo pa qëllim, kur vajti në dasmën e Aleksit, unë i thash që mos shko sepse do presësh mandatin tënd, domethënë do të jetë i fundit i joti. Po çuditërisht ai shkoi, ishte detyruar, nuk di, ishte i detyruar, domethënë zgjodhet që mos shkëputesh nga ajo organizat. Dhe pas atij takime, pastaj Rama doli me ato tallet që bëri me Trumpin, me ironit, me lëpirjet, me bërjet, e kupton. Kështu që ai e ka të prerë. Çështja me Gonigal në Amerikë, 1, Sinaloa 2, mos harroni se mikun e tij e shpalli non grata, po duke e shpallur non grata, duke i nxjerrë edhe foton që ai ka bërë me Ramën në zyrë të Ramës. Këto janë sinjale të cilat i vinë kundër Ramës. Dhe Rama e di shumë mirë tashmë që ai është personi më i padëshirueshëm në Shtëpinë e Bardhë apo tek Trumpi vetë. Dhe prandaj tash ai çdo gjë e bën kashillik kashi Trumpit, ai çdo lëvizje e ka bërë kashillik kashi Amerikës, dhe mosbatimet e ligjeve pikërisht i ka bërë në këtë lloj forme. Ardhe zëvon sekretari të shtetit brenda 10 ditë, ardhe 2 herë në Shqipëri, tregon që ka një ndjeshmëri shumë të madhe tashmë për sa i përket jo vetëm korrupsionit, pastrimit parave, drogës e tjera, por ajo që është më kryesorja është që po Amerika i ka shpallur luftë, domethënë Sorosit, dhe patjetër që çerdhen do ta shkatrojë këtë çerdhe, se të kuptojmë drejt, Shqipëria është kthyer në një çerdhe të Sorosit. Shqipëria ka 35 vjet që vazhdon me politikën dhe zbaton politikën e Sorosit. Motamo, nuk ka vend tjetër që politika e Sorosit ka gjetë kaq hapësirë në të gjithë spektrin politik të një vendi siç është Shqipëria. E gjithë politika shqiptare në një mënyrë, në një tjetër, në këtë vit, në vitin tjetër, ka bërë atë që ka zbatuar dhe ka përlyer duart me George Soros. Me atë lloj organizate. E kanë quajtur si një filantrop, e më the tash në një njëjtën kohë që ai ka bërë. Nëse do të kishte një parti të djathtë, ashtu siç është Orbani, që e ka luftuar para se të vitë Trumpi. Të jemi realist, domethënë, sepse ai sulmoi filozofinë e tij, pra që është globalizëm, shoqëria hapur dhe shoqëri civile. Ndërsa ne jemi zhytur totalisht në politikën e Sorosit, kemi shkuar më larg se çdo lloj vendi tjetër në botë apo imagjinate tjetër në botë, që e kemi futur Sorosin edhe në kushtetutë. Kushtetuta jon Sorosin e ka kthyer në institucion. Kështu që prandaj edhe është lufta më e madhe do jetë në Shqipëri për ta shkatruar këtë lloj organizate. Se nuk është e thjeshtë që një organizatë që ti e ke futur në kushtetutën tënde ta marrësh dhe ta shkatrosh. Se duhet zhbërë e kushtetutë, jo pa qëllim kam thënë që ne duhet bëjmë një kushtetutë shqiptare për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Jo një kushtetutë të importuar dhe të vendosur nga George Soros. Kjo është një kushtetutë e vendosur nga George Soros. Reforma në drejtësi u bë pikërisht me George Soros.
ai financoi, ai bëri dhe po t'i shohësh gjithë njerëzit e George Sorosit, i ke në pikat më kyçe të reformës në drejtësi. I ke në pikat më kyçe të drejtësisë shqiptare apo të qeverisë shqiptare apo të partive politike shqiptare. Në këtë pikë tashmë prandaj është edhe vështirë, nuk është kaq e thjeshtë, është edhe vështirë, por lufta kundër Sorosit, njerëzve ju duket lufta kundër Sorosit kur e përmend për shembull duket sikur është diçka e tillë, por është njësoj, sikur thua është lufta kundër komunizmit. Se George Sorosi atë bën. Politikën e komunizmit nuk ka gjë tjetër. Pavarësisht se i ka ndruar emrat, nuk thot më komunizëm, po thot globalizëm, nuk thot më internacionalizëm përletar, po thot shoqëri e hapur. Nuk thot më levat e partisë, bashkime profesionale, çka ishin këto budalliqe, po thot shoqëri civile. Dhe po ta vesh re, edhe këta politikanët vazhdojnë akoma me këtë teorinë e shoqërisë civile, shoqëria civile. Pse? Sepse e kemi fut pra shoqërinë civile e kemi fut në kushtetutë. Pra Sorosin e kemi në kushtetutë dhe këta nuk mund t'i shpëtojnë asaj. Dhe këtu është lufta më e madhe. Dhe prandaj them që Shqipëria është kthyer në një çerdhe të Sorosit, se gjithkush mendon se është një shprehje për kur për të thuaj dikujt që dëgjoj se ti je i tillë apo i tillë, jo. Kjo është reale. Është çerdhe sepse e ke bërë institucion. Dhe kjo është fatkeqësi kombëtare. Jo më kot të them që edhe një orë të qenurit, edhe një minutë të qenurit, edhe një sekond të qenurit e Ramën kryeministër është fatkeqësi e këtij kombi. Ne nuk kemi të zot sepse kemi një opozitë cop-cop, nuk kemi opozitë fare themi, se kemi një opozitë rroktare, një opozitë që bashkëpunon me kalatat të ndryshme të qeverisë, me njerëz të cilët janë Sorosit vetë janë brenda asaj opozite. Dhe nuk është pamundur domethënë që ky popull të reagojë. Sepse nuk gjen atë mbështetjen e opozitës. Dhe kemi ardhur në këtë lloj gjendje. Dhe prandaj them, i vetmi shpëtim, ashtu siç na ka dhënë një dorë 920 në ndarjen e kufive në ekzistencën e shtetit shqiptar, do shpresoj të na japin dhe dorë tjetër, se ndryshe ne jemi të marrum në këtë pikpamje. Jemi të marrum sepse është fut terror në Shqipëri. Këtu po bëre një gjë, këtu do të gjimojnë, do të bëjnë presionin e punës, bëjnë presionin e biznesit, bëjnë presionin e këtaj. Dhe po t'i vesh re, shtresin e mesme, këta e mbytën, e zhytën, e shkatrun, e kalun në shtres të varfër, se nuk kanë mundësi të punojnë. Pse? Si kanë kap gjitha vetë, gjitha i ka bërë vetë. Pastrimi parave, shife një herë, si ka shku herë, është turbi botës. A thuti si ne prodhojmë raketa, edhe leku jonë u forcu nga ekonomia. Ne s'kemi ekonomi fare, leku jonë del më i forcë të gjithë. Si është e mundur? Ka një politik, ka një ta sjaroj këtë se si është e mundur që leku jonë që ka më i fortë nga të gjithë? Pse se këta presin para? Kur preu qinçën e re, domethënë që nxorrën qinçën e re që ose kujtohet, unë thash, këtu ka një inflacion kolosal. Dhe u realizua. Sepse ero nga 1400 shkoi 900 e sa. Pa as një me një nuk po shkëmbehet në Shqipëri. Sepse është thjesht presësh para, të hedhësh para në treg, po këto janë gropat të thella të ekonomisë tënde. Dhe prandaj dalin këto rrugët me miliona lek, tunelet me miliona lek, nga 50 shko 200, nga 5 i bëj rrugë shko me 20, me 30. Dhe këtu tash kemi atë pjesën që tash, këtu presim, unë jo pa qëllim kam thënë, nëse bëhet deri në fund vitit diçka, ndryshoj diçka, dakord, ndryshe ky është i pa ndalshëm, sepse kam shtetin totale të organizatës, nuk është se është Rama vetëm, si Rama. Ky kam shtetin totale të organizatës. E kjo është fatkeqësi për ne. I madhi Zoti inshallah na ndihmon.